Njëri që mbi performoj si ju, ka apo jo ambicje që të përparoj në këtë strukturën e re të riformatuar të PD-s të vjeshtës? Do të dëgjojmë zërin e njerëzve. Zërin njerëzve do dëgjuat 18.000 vota, ç'të dëgjojmë më shumë? Eksakt, do të dëgjojmë, po jo, se shumë. Nëse më shumë se aq. Ta presim të numërohet. Po edhe kaq janë shumë, doktor, se ju jeni modest shumë, po Ta presim. Unë nuk vi nga etapat, nuk vi nga i fush që digjen etapat, vi nga i fush që gjërat bëhen duan kohën e vet secila prej tyre për të bërë siç duhet. Ju keni hyrë në politik për të bërë karrierë, besoj që keni hyrë për të provuar sa ju duan njerëzit vetëm kaq. Jo. E kuptoj që dëshira është që digjen etapat, por nuk funksionoi ashtu. Ja, nuk duam ne digje etapat, ne duam dalje vërteta. Doktori tha nëpërmjet oksigjenimit, beson te oksigjenimi. Shiko, demokratët e thjeshtë kanë disa vite që oksigjenohen demonstratave, revolucioneve, misioneve, dhe oksigjenohen. Aq shumë janë oksigjenuar, ka marrë koka erë, do me thënë nuk besoni doktor, nuk duhet më oksigjenim. Më dëgjoni mua, do me thënë ju nga termat shkencore jeni në rregull, por nuk kurohet, shiko, i sëmuri shqiptar, nuk kurohet si një sëmur i një komësie tjetër. Në qoftë se një komësi tjetër do përdori oksigjenimi, te ne duhet izolimi. Në qoftë se tek të tjerë duhet izolimi, atëherë duhet e ne oksigjenimi. Është gjithmonë e kundërta. Tek ne. Historikisht kemi treguar që ne shkojmë me të kundërtën e asaj që duhet. Apo jo? E mendojmë ndryshe. Dakor. Pavarësisht se mendojmë ndryshe. Unë them si mund të arrini në fitore. Unë do mbroj drejtën tate për ta thonë mendimin ndryshe. Kështu ka thotë Volteri. Koha do të tregoj kush nga ne dy kishte drejtë. E di, këtë debat e ka bërë dhe 2019 dhe u bën 6 fraksione.